që kemi thënë paktën 5 herë dhe fundit që kemi qenë këtu bashkë, që mesazhi i presidentit tam ishte Kosova dhe Shqipëria. Kujdes, jo Edi Rama, se Edi Rama është projekt për të larguar shumë shpejt. Kosova dhe Shqipëria janë pjesë e sferës time. Nëse keni një problem, bini çik telefonin. Pse i tha Vjosës? I tha Vjosës, nuk i tha Edi Ramës, se ai e di shumë mirë lidhjen e tij me Vučićin dhe kujt i shërben gjithë politika e Ramës në raport me Vučićin dhe kush është mbrapa këtyre dyve. Kujdes. Mesazhi ishte shumë i qartë shqiptar. Nuk i tha Edi Ramës, bini telefonit, sepse Edi Rama e ka marrë vendimin e për ta larguar. Po i tha Vjosës, nëse provokon ai, se nuk ishte mesazhi për Vjosën, ishte mesazhi për Rusinë dhe për Serbinë.